Situatat në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 duken tashmë se po bëhen edhe më interesante. Kjo, për faktin se ka patur momente emocionale dhe rrëfime padoreza që kanë shoqëruar puntatën speciale, ku studio dhe Top Alban në radio ka zbarkuar brenda shtëpisë së Big Brother. Në qendër të vëmendjes ishte Selin, e cila u vendos përballë pyetjes së drejtpërdrejtë të moderatorëve lidhur me ndjenjat e saj. A ka ajo një pëlqim për Gimbon? Selin ka vendosur të jetë plotësisht e sinqertë, duke pranuar publikisht për herë të parë pëlqimin e saj për DJ-n. Me Gimbon, çfarë kam bërë e kam shprehur? Përgjigjja është po, unë e pëlqej Gimbon si djalë, deklaroi ajo. Selin theksoi se kjo ndjenjë lindi pasi njohu më mirë karakterin e tij dhe vlerësoi qëndrimin korrekt që ka mbajtur ndaj saj. Kështu, banorja i ka vënë pikat mbi i edhe për raportin me Mirin, duke lënë të kuptohet se me të ka vetëm respekt shoqëror, ndërsa romanca është e fokusuar diku tjetër. Nuk jam nga ato njerëz që kanë frikë të shpreh ndjenjat, përfundoi Selin duke konfirmuar kështu se zemra e saj brenda shtëpisë rre për Gimbon. Çdo person që e ka shikuar këtë gjë nga rrjetet sociale apo nga televizori është gëzuar shumë, pasi duket që ky çift apo kjo marrëdhënie që kanë ata me njëri tjetrin është e vërtetë dhe jo e sforcuar. Fillimisht të gjithë kishin dyshime tek Selin, pasi Gimbo që në momentin e parë ka shprehur pëlqimin e tij, por tashmë që Selin i pranoi ndjenjat e saj, të gjithë po fillojnë ta pëlqejnë edhe më shumë. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Selin ka ndjenja të vërteta për Gimbon, apo këtë gjë tashmë përdor si strategji për faktin se e ka lënë Mirin me një anë dhe nuk ka me këtë luaj? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.